Thot, cili është gjykimi për gratë që dëshirojnë ta falin namazin e teravive në xhami duke pretenduar se fitojnë më shumë sevape. Gjykimi është se gruaja nëse do të falet në xhami nuk ka të drejtë askush ta ndalojë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos i pengoni robreshat e Allahut prej xhamive të Allahut. Edhe nëse ka dëshirë gruaja të shkojnë në xhami, atëherë duhet t'i mundsohet të shkojnë në xhami. Duhet ta mundsojnë edhe përgjegjësit e xhamisë që të ketë vend edhe për gratë, edhe duhet ta mundsoj përgjegjësi i gruas që ta ndihmoj për të shkuar në xhami. Mirë po, gruaja duhet ta di se namazi i saj në shtëpi është më i vlefshëm se sa namazi në xhami. Dhe në këtë ja ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam grave të sahabeve në lidhje me xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për të falur bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë se namazi në shtëpi është më i vlefshëm se sa këtu në këtë xhami me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pa marrë parasysh është namazet taravive ose namazet farze, xumas ose namaz, domethënë çdo namaz që falet me xhamat kanë të drejtë të marrin pjesë edhe gratë, por nuk e kanë obligim dhe më e vlefshme për to është që të falen në shtëpi.